emra të rinj të parlamentit pas 11 majit që do të kenë një impakt, ka deputet cilët hynë dhe dalin nga parlamenti, edhe në këtë parlament, me siguri ka deputet që njerëzit nuk ju a din emrin, që s'kan folur pothuajse asnjëherë, që mund të kenë hyrë si kryesues liste për shembull për efekte dekorative, po thjesht kanë ndetur në parlament në ndonjë rast. Presim ne që të kemi emra të rinj që mund të sjellin diçka nga listat? Po të shohësh listën e Partisë Socialiste sa mbushur me emra të tillë. Për shembull Shkodër e para është një zonë e cila ka një fermë dhe që do të jetë e para në Shkodër për investimin në fermë, ka sjellë asaj aftësinë politik për shembull. Ideja e të bërit politikës që ka zoti Rama është një ide kurajuese për të gjithë ata që merren me politikë vërtet. Dhe inkurajuese për të gjithë ata që nuk duan të merren me politikë, por vinë aty si spektator ose si duartrokitës. Pra, pse të them të, sepse ka pasur politikan, për shembull si Ben Blushi, që është larguar nga Partia Socialiste, që ka qenë kryetar grupi etj, që e ka deklaruar që Edi Rama më ka dekurajuar të merrem me politikë. Pra Edi Rama nuk e donte Blushin aty, që ishte një politikan profesionist, i mirë ose i keq, përsa është të diskuton vota. Pra, politikanë që nuk largohen nga vota për shkak të votës, politikanë që duan të ndërtojnë një karrierë politike si profesion, që e shohin dhe duke parë politikën si profesion, e mira është që ata gjithmonë do të jenë të disponueshëm ndaj atyre që votojnë, sepse në momentin që humbet kontaktin me votuesin, një politikan profesionist mbaron si që një politikan. Ndërsa një politikan i emëruar nga këta që e vinë dhe ikin, që ka shumë, siç ndodhi dhe në këtë legjislaturë, që shumë politikanë me një 4 vjeçar u larguan nga sytkëmbët dhe ne nuk do e mbajmë mend fare, dhe siç po ndodh me ata i do hynë tani, ata nuk kanë as lidhje me votuesin, ata e kanë lidhje vetëm me liderin. Nëse lideri do i shohë keq, ata do jenë listë sigurt dhe sigurisht do jenë deputet. Nëse lideri do jenë listë sigurt, sepse po i lënë në listat të hapura, sigurisht që ata humbasin dhe zhduken nga politika. Kjo ideja e politikës, e pjesëmarrjes politikë si duartrokitës dhe përfitues, pra si një mercenar në shërbim të qeverisë, mercenarizimi i njerëzve, i politikanëve, është një politikë ekskluzive e Edi Ramës. Sepse në asnjëherë nuk kemi parë, sado jo demokratike të kenë qenë partitë në Shqipëri, asnjëherë nuk kemi parë që njerëz me një kontribut në politikë, politikan profesionist, pavarësisht se është tjetër gjë kur një politikan është i konsumuar dhe nuk votohet më. Por një politikan profesionist që votohet mund të largohet nga parlamenti. Për shembull, Panderi Majko është një nga politikanët më të votuar të Partisë Socialiste, pavarësisht se çfarë mendojmë ne të demokratët, opozita etj. Por në Partinë Socialiste është më të votuarit. Ai në një deri në 2022-shin ose fillim 2023-shit, nuk kujtohet, kur arrestuar Xhiblakun dhe një jashtë parlamentit, apo jo? Pra, ai në një jashtë parlamentit sepse Edi Rama vendosi që ta nxjitej nga parlamenti, derisa pastaj ai hyri pavarësisht votave personale, për shkak të votave personale hyri me arrestimin e Xhiblakut. Pra vendosi Edi Rama se që ai të largohej dhe jo vota e qytetarëve, as vota socialistëve. Që politikanët e mercenarizimi i partive është vepra e Edi Ramës për të krijuar partitë kazerma, siç është bërë Partia Socialiste sot, ku askush nuk mendon, ku askush nuk shqetësohet për imazhin e vet ndaj publikut, ku askush nuk e bën rolin e politikanit profesionist, por gjithë bën rolin e duartrokitësit ndaj liderit, sepse humori i tij do të përcaktojë jetën e tyre. Flasim pak dhe për drejtësinë tani, gjithmonë e lidhur gjithnjë me ngushtë lëvizjet e drejtësisë